Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Na jena diaspor. Na jena Full Ship Show. Na jena diaspor. Na jena Full Ship Show. Full Na jena Full Ship Show. 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 Full Ship. Full Ship Show. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full Ship. Mirëmbrëma gjithëve. Bashkë me Marashin nga Full Ship Show sonte me ka atmosferë. A e di më kush jena na, ajo? A e din? Na jena Full Ship Show. Na jena diaspor. Baba! Mirëmbrëma gjithëve, mirë se ju gjejmë shtëpitë tuaja, Zoti ju ruaj gjithëve, faleminderit që jeni me neve, faleminderit që na shikoni gjithmonë, faleminderit që na komentoni, faleminderit që na ndjekni edhe në rrjetet sociale, Facebook fullship.ce, Instagram fullship.ce, TikTok fullship.ce, në Instagram fullship.ce. Kështu që shumë faleminderit për juve për gjitha ndjekjet, followet, komentet edhe që jeni vazhdimisht me Full Ship Show. Sonte një emision përsëri si çdo javë bashkë me një tjetër star nga diaspora. Ne promovojmë shqiptarë dhe hyje nga diaspora, vlera, biznese, suksese, gjitha këto me radhë. Kështu që do të kemi edhe jetë reale, do kemi edhe reportazh, do të trokasim diku. Kështu që vazhdojmë marrësh me falënderimin e sponsorëve tanë, si gjithmonë, sepse pa i falëndëruar sponsorët, pa e promovuar sponsorët tanë, nuk mundemi me vazhdu tutje pasaj. As për intervistën, as për promovimin, ma vetë mërë qatë big up, vëlla. Vjem ashtu që të loqë, se i gjujt a ketë të full. Qëre, big up! Vazhdojmë me sponsorët, Marash. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Më bë me qesh, i kameramani këtu më bë me qesh. E kam i kameraman shumë interesant. Nuk shiko drejt kamerën, po e le kamerën e këthe kryt këtej dush. Tu pa ka unë këtej ka koj qia më rapa. Si që thot, këpo të thot, mos kalzo thot putë. Mërë Kevin. Ej, më mbroma gjithëve Pristina Ticket. Fluturoni me Pristina Ticket. Pa turbulenca. Nga Prishtina në Gjenev, në Basel, në Zürich, në 16 destinacione tira. Mjaftën të futi në rrjetet sociale Pristina Ticket, në website-in e Pristina Ticket dhe rezervoni edhe mund të rezervoni edhe kariken me inkluziv me çmim edhe kuferin keni inkluziv me çmimin shumë të lira. Pristina Ticket. Pa. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Skop. Shumë faleminderit Ozone Hair Clinic, Zoti të rujt. Oj modhe zot që po lujt veni, Zoti rujt. Ozone Hair Clinic janë më të mirët, po ju them me sinqeritetin më të madh, janë bishat, janë legjendat, janë gjigandat e transplantit njëlljes flokut. Harrojeni që dikun tjetër mundeni me pas suksesin që e keni në Ozone Hair Clinic. Harrojeni, po ju them. More harrojeni. Ozone Hair Clinic, i klipet ish. Pa. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Advanced Dental Center, ku të gjithë shqiptarët e diasporës i ftoj që t'jeni pjesë e kësaj stomatologjie për të rregulluar dhëmbët tuaj më bukur, më mirë se askund tjetër. Ja ku e keni Advanced Dental Center, kështu që të gjitha rrugët në ADC Kosova. Follow në Instagram, follow në Facebook, follow në rrjetet sociale. ADC, pa.
Faleminderit shumë AM Food. Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit shumë. AM Food, lider gjigant I fabrike miqit në Zvicër, ku ju ftoj të gjithëve që të porosisni vetëm në AM Food. Mish të gjitha llojet, cilësor dhe të mirë. AM Food është gjigant për këtë fushë dhe AM Food është importuesi më I madh I produkteve të Ballkanit në Zvicër. Hana, çdo produkt Hana me logo të AM Food është produkt I AM Foodit, I ardhur nga Ballkani. Shija vendlinjes e sjell AM Foodin në Zvicër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit shumë. M-Transport, të duam shumë faleminderit për punën tonë të mirë. Ua jap numrat e telefonit të gjithë shqiptarëve të Zvicrës, Gjermanisë, ti marrin telefon Viber, WhatsApp dhe numrin e telefonit të Kosovës dhe të Zvicrës, edhe ti kontaktoni edhe numrin e Gjermanisë, edhe kontaktojeni për të dërguar mallra në Kosovë dhe për të marrë mallra nga Kosova të sigurta të garantuara në Zvicër në Gjermani. M-Transport ja ku keni. Para se të vazhdojmë me intervistën e parë, mësojmë pak shqip. Po, vazhdojmë pak të rubrika mësor shqip në Fol Shqip Show. Ja ku kemi nga autoriteti media audiovisive për të mësuar shqip. Fjalët e huaja që duhet t'i zëvendësojmë me ato shqip, I dashur mësues Marashi. Pra, këto janë të huajat backstage. Fjala anglisht. Backstage e kemi përdorur, se në backstage flitet që kemi njerëz në backstage për shembull. Në këto momente kemi njerëz në backstage. Po nuk duhet të them backstage, pra pas sken. Shumë më mirë. Po ndoshta është para sken, si bëhet pastaj? Në sken. Front stage. Front stage, Ja ku kemi. Backstage zëvendësohet me shprehjen shqip pra pas sken. Pra, backstage nuk është shqip. Mos e përdorni. Pra pas sken është shqip. Spazio. Spazio është Italisht, vjen nga italishtja, nuk duhet përdorur as në radio as në televizion, pas në jetën e përditshme nga shqiptarët. Zëvendësohet me hapësirë. Spazio është hapësirë. Determinant. Determinant. Është shprehje huaj, determinant është shprehje huaj e cila zëvendësohet me vendimtar apo përcaktues. Pra përcaktues apo vendimtar. Fertil. Fertil është pjellor. Pra domethënë fertil, italisht duhet me qenë edhe kjo. Fertile. Edhe anglisht përdoret fertile. Ezauroj. Ezauroj është shteroj, apo jo? Shteroj dhe mbaroj. Pra domethënë ezauroj nuk qen ka shqip. Shteroj, mbaroj qen ka shqip. Fjala low cost. Low cost është çmimi I ulët. Pra domethënë low cost është çmimi I ulët. Low cost nuk duhet përdorur apo nuk duhet thënë apo nuk duhet shkruar të paktën mes nesh, nëse është tregu ndërkombëtar duhet shkruar patjetër. Por që është në gjuhën shqipe zëvendësohet me çmimi I ulët. Look është çfarë luku paske, si që ke bërë sot lukun e bukur, ku diun gjitha këto, zëvendësohet me pamje e bukur. Pse mi përdor fjalë të huajtu I pas. Pse mi përdor të huajtu I pas shqip dhe na I sjell më mirë se askush ama autoriteti media audiovisive, ku një big up e japim për autoriteti media audiovisive.